Për çfarë? Nëse ju ngritët aktakus për keq përdorim. Patjetër. Parin moment. Muhamet Almazi aktualisht ku udhëheq nuk ka veturë zyrtare. A keme përdor veturën e komunës si për punë personale? Jo, sigurisht që jo. A e vlerëson, po filloj për te e vlerant, që administrata e komunës, edhe arsimit, është e politizume në Saraj, apo jo? Realisht nuk kam informat tek ne në gjitha Mira, komunat. i ndron ti drejtor të shkollave kur të vjen? Në përgjithësi i njoh, pasi që ne jemi të vendit. Mirë po, atë që dua ta bëj unë në start është në 100 ditën e parë të instaloj një sistem të monitorimit. Nëpërmjet se harrova ta potencoj më herët, ne do të prezantojmë edhe një aplikacion Komuna ime tashmë fushat, që do të jetë pjesë përbërëse e 4 vjeçarit tashëm për të raportuar çdo gjë në komunën e Sarajit. Të njëjtën duam ta bëjmë edhe në sistemin e arsimit. Nëpërmjet një monitorimi, softveri, ne duam të kemi informata të sakta për procesin mësimoro në institucionet shkollore, konkretisht në shkolla. Monitorimi do të bëhet në 100 ditën e parë, vlerësimi dhe selektimi do të bëhet në 101 ditën. Do me thonë keme instalu meritokraci, po jetu thonë që keme instalu meritokraci jo me i shpërbly militantat për punë. Asesi. Unë jam i thari i shkencës, arsimin e kam pikë të dobët. E qka kime bo me punëtor që identifikon që janë militanta e spunojnë, militanta të pushtetit aktual, qa banë me ta? Unë ju premtoj qytetarëve të Sarajit nga këtu, në arsim, nuk do të ketë tolerancë, po tjetë edhe vllohim, edhe prindim. Nëse gjatë mandatit tuj ju ngritit në akt akuz, a jep një dërheqje? Për çfarë? Nëse ju ngritit akt akuz për keq përdorim? Pa tjetër, to janë pyetjet shpejta, a keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Asnjëherë. A keme i qel shpenzimet e drekave, darkave të komunës që i harxhan? Po, do të instalojmë platformën Open Saraj, çdo kontratë, çdo cent i komunës Saraj do të jetë i qasshëm. Aja kemi hap telefonin gazetarëve shoqërisë civile kur ka nevojë pyetje? Patjetër. Përgjigje, a kemi i publiku vendimet e kryetarit edhe këshillit komunal në website me i bo publike vendimet? Veç se kemi vendim, mbledhjet e këshillit shkojnë live, kështu që qytetarët do të ndjekin në kohë reale. Unë po të pyesë edhe diçka, masi që shkojnë live, që ato vendime megjithatë mujnë me ndryshu, derisa të qitën, a keme i publiku vendimet? Po. Çdo gjë do të jetë transparente në Open Saraj. Edhe so gra drejtoresha dëri me i emru në pjesën që i takon kryetarit komunës, pasi gjithë jeni bura kandidat si në Kosovë, nuk është kjo jashtëzakonshme edhe për Maqedoninë e Veriut, so gra do të udhëheqin me divizione apo drejtori? Personalisht dua t'ju japim hapësirë grave në institucionet arsimore. Pasi që edhe ndjeshmëria... Po që aty i keni mësuese. E kam fjalën në menaxhment të politik s'po shkolla. bën, Asesi, në listën tonë, si AKI, gati se 50% janë gra në listën e këshilltarëve, pasi që... E drejtoresha sa i bën ti? Në bazë të profesionalizmit edhe pregaditjes. Premton. Mirë. Unë po kom qef shumë vlerant me kod, për qindjen me ma kallzu. Po, beso, sidomos në institucione arsimore, unë jo bre vlerësoj në arsimore drejtori tjera, komun. Nëse janë 3 drejtori, minimum njëra pa tjetër. Që një? Një prej 10 edhe po thukim? 3, një prej 3, dhe me thonë... Një prej 3, një prej 3 drejtorive, mirë, më falë, mu duk që the një prej 10. Faleminderit, Muhamet, njëjt pyetjet e shpejta, a e vlerëson që është e politizume administrata edhe arsimi në komunën e Sarajit? A janë të politizume? Kemi raport të inspektoratit shtetëror për arsim, ku shife qartë se shumë mësimdhënës janë të pa diplomuar, edhe një pjesë e tyre të cilat janë me diploma, japin shembull janë të diplomuar gjeografi, jep matematikë e kështu me radhë. Besoj se po. A ke guxim me i qitë pipurën nëse janë të kualifikuar? Do bëjmë një revizion në arsim, ku do shohim se si është gjendja aktuale, ata që janë meritor dhe më të mirët edhe pse janë të pushtetit aktual, të rashigojnë dhe do vazhdojnë me punë, ata të cilët nuk janë të denjë për atë punë, do largohen, kuptohet. Gjatë mandatit, nëse të ngritet akt akuz, a jep dërheqje? Parin moment. A do t'i bëjsh transparente sa euro i shpenzon ti edhe komuna për dreka, darka, benzin?
Muhamet Almazi aktualisht ku udhëheq nuk ka vetur zyrtare, nuk shfrytëzon dhe nuk shfrytëzon reprezentacion. Kështu që për komunën time besoj se do jem edhe më i sa. Mirë, edhe hajtë që qëtash s'pi shfrytëzon. Nëse vendos me shfrytëzu, a i bën transparente është puna? Kuptohet. Kallëzëm, a keme o hap telefonin gazetarëve, shoqërisë civile, a keme pas zyre për media? Besoj se isha shumë i saktë pas porosisë juaj. Ishe, po njerës gjatë zgjedhjeve jënë shumë të hapën. Kur ti fitoj pushtetin, po ndrojnë. Qështu po ndodhë? Besoj se po. Faleminderit. A keme i publiku vendimet e juja edhe të kuvendit komunal në website të komunës? Janë parapame dhe me lyqë se njeta duhet jenë publike për qytetarë. Edhe plot komuna kanë website apo s'kan edhe kajherë nuk i publikojnë, për që ato po pës. Edhe sa gra drejtoresha keni me i boju? Minimum 50. Minimum 50. Duke i përfshirë qerdhet lokale, shkollat fillore, edhe pasi që jam i bindur se do jemi pjesë e qytetit Shkupit në koalicion, edhe jemi në qeveri aktuale, drejtorit që kanë të bëjnë me kulturë, do jenë të përfaqësuara nga gjinia femërore. Faleminderit. Remzi, gjatë mandatit juaj, nëse ju ngritin doja këtë akuza, jepni dorëheqje. Po, kësha dhënë. A keme përdor veturën e komunës si për punë personale? Jo, sigurisht që jo. Edhe nëse harxhon pare për dreka darka i bën publike? Po. A i publikon vendimet e kryetarit edhe këshillit komunal në website? Po, sigurisht që po. A ja hap telefoni gazetarëve kur u bosh kryetar? Po, me gjithë dëshirë. A e vlerëson administratën e komunës së Sarajit të politizume? Po, nuk duhet si cili që shpallet që i kryetarë më ndonë më shumë të... Edhe ti thjesht çka bën me çata njerëz që janë aty vetëm për shkak se janë militant, nuk janë të kualifikuar. Çka bën me çata njerëz? Më mbaret, nëse nuk janë të kualifikuar, atëherë i kisha shkarku. Po, ki guximi shkarku. Kallëzëm, sa gra drejtoresha i bën nëse ti vjen në pushtet? Minimum 1. Minimum 1. Faleminderit.